الحمد لله والصلاة والسلام على قائد الأنبياء أمير الهدى والتقى معلم العلماء نبينا وخاتم الأنبياء والمرسلين إلى يوم العظيم أما بعد. Allah I falë të vëllezër, gjithë prindrit tanë, familjarët tanë, migjallar, dajallar, teze, hala, hakraba, kushret ngusht dhe të lartë, gjithë muslimat ja arhamur rahimin, ata që i patën jetën tonë përditshme, që i njoftëm si njoftëm, kush ka thonë la ilaha illallah me gjithë zemrën dhe të ka madhru dhe të ka bo ibadet, pa të bo shirk, ja rab fale, më shiroj. Letësova natën e vorit, e sa natë ka mundësi me zgjatë shumë, ka mundësi me qenë 1000 vjetë, po ka mundësi me qenë edhe pas sekund i lirë. I lirë, ja rab, lirëj natën e vorit ndihmoj, se s'ka kush i ndihmon pos madhërisë tanë. Kjo është vëllezër të nderuar dunjaja. Kjo është që dush me lanë, s'ki qare. Ja, vetura. E ke e sot, mbi tokë, ne e sërfutë shmenda. Si buri mirë, të shlojnë tokë, burat të shlojnë tokë, jo gratë. Dhe vinë me lek të vesin. Kuptohet, nuk të thonë shka lapë në dunja, ma të rekë të dunja. O kef të rekë të dunja, si e la dunja dhe me shka e la dunja. Nuk të thonë e banë servisin e kerit, dhe e la e vladve kerin të banë servis. As servisën e madhë, as dvoglin. Andaj servisohu me namazin kohë dhe në gjematë. Servisohu me Kur'anin, se ai që të banë reforma në shpirt dhe të jetë lumturi dhe izze, krenari që e musliman, është libri Allahut Azza wa Jall. Ajo që të mbron nga kufrë dhe shirki dhe gjithë dalaletet që vinë në rrugë të njerëzve dhe i kanë qitë njerëzit për rrugë, është molanja namazit. Ande mos e le. Se vallahi, shejtani dhe sheatint, iblisin kriju me ta, ju ka bo siher krishterve, jahudve në besim, s'din besojnë, edhe s'ka besu mirë. Dhe janë devijuar. Kurse ty që të ka bo siher, a nuk e di që ki siher, të ka bo siher, më lësu mas dënjas me elan namazin. S'ka siher ma im sheft dhe ma i keq dhe ma i math, që ta lash namazin. Andaj si dush ta dish se nuk ke siher, je namazgji. Nuk ke namazgji, ke të bam siher. Edhe i thonë kësaj të na hala ma shkurt, të kajtët vesh mas dënjas, e ke lan ahiret i nanësh. Andaj i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e ka në fehmin e vet dinin Allahut, ahiretin,